Një njeri e bë që të një gjohë dhe të reflektoj. Ilir, normalisht ne duhet të tregojmë. Më falë se në eta toni se kështu kom të përmend se po përtas me ty. Jo. Se ti e di nuk je nga ato milionerët e medias. Mua m'pëlqen biseda me ton, domethënë duhet të themi të vërtetë. Dhe njeriu kur thon të vërtetat nuk i prish punë zëri. Mund më shqetësoj një njeri që gënjen me zë të ulët dhe nuk më shqetëson asnjë njeri që thotë vërtetën me zë të lartë. Në këtë pikë unë jam dakord, domethënë që ti themi që titull kjo. Mua më vlen shumë, domethënë ideja që shoqëria, një të paktën që jemi njerëz të fjalës, duhet që mos ta helmojmë paktën fjalën, sepse duhet dishi gjë që çdo mendim helmohet kur helmohet gjua. Dhe nëse ne lejojmë që të helmohet gjua, domethënë kemi helmuar mendimet dhe mbajmë përgjegjësi dhe kemi, domethënë paktën ti je një pres një dekatë më shumë se mua, po ne mendoj që kemi përgjegjësinë e madhe tu themi fëmijëve të vërtetën, sepse nëse nuk e themi të vërtetën, i gënjejmë për çkumën, i gënjejmë për tarmën, i gënjejmë për miqt, i gënjejmë për armiqt, i gënjejmë për mundësitë, i gënjejmë për mundësitë, pastaj themi bëhen të mirë për këtë vend. Ne mërkujt. Nëse ne nuk kemi të vërtetë me ta, domethënë nëse ne japim modele vetëm negative, nëse ata mendojnë që me çdo kusht duhet bëhesh i pasur, nëse ata mendojnë që vetëm duke rrëmbyer tjetrit atë që ai ka, domethënë mund bëhet i pasur. Atëherë ne kemi gabuar dhe kemi shkatruar gjithçka, domethënë vetëm sotme, po edhe të nesmen. Erdhe ke raporti me të vërtetën. Raporti po vi ke raporti me opozitën prapë që hapëm një çështje pse kemi problem dhe do ta themi me zë të lartë. Kushdo ose në rastin më të mirë është naiv, ose në rastin më të keq është dasha keq, që habitet pse kritikohet opozita. Shiko, un kam kritika të mëdha të jashtëzakonshme për zotin Rama. Kam kritika, më thënë, sepse ai tallet me demokracinë se është një person që ka shembur dy nga shinat më të rëndësishme që mbajt demokracia, llogaridhënia dhe mbajtja përgjegjësi. Dhe në 12 vite unë s'kam dëgjuar kryeministin që të mbajë përgjegjësi dhe të jap llogari. Nuk jep llogari dhe nuk marr përgjegjësi dhe nuk shkon as në parlament, sepse një qeveri matet ore. A jetojnë më mirë qytetarët e këtij vendi? Ku shkojnë paratë e shqiptarëve? A japim llogari në prokurori, a japim llogari në kuvend, a jemi transparent, a i përgjigjemi gazetarëve, mediave, publikut. Po ti marrim këto pika, rezulton që zoti Rama, se nuk i kam shpikun këto si madhe demokracia, është një shkollë tërë politike. Po mirë, po ka edhe një sjellje. Unë mendoj që ke të drejtë, por anën tjetër nuk ke të drejtë, se për shembull me një opozitë destruktive të tillë, që nuk ka asnjë alternativë, që nuk di. Jo, kem dakord, përgjegjësinë. Me një media ku ai me të drejtë i ka thon Kazan. Dhe i pjesë e madhe e medias është Kazan, tash për ato që përgjegjësi që është Kazan. Po, gjithë majnë përgjegjësi. Po problemi është që këto që bëjnë moral gjithë ditën dhe i kanë shërbyer këtij Kazani me trafiqe politike. Kazani nuk ka thënë se i ka ardhur keq për lajme dorë. Kazani ka thënë që ta dekonstruktojmë. Një e dyta. Dekonstruktojmë. Tjetra, tash drejtësia deri sot ty ky SPAK ka filluar me do një minimum një hap, edhe ky SPAK po vepron domethënë 500.000 qytetar që kanë zgjedhur 50 deputet opozitës, 50 deputet PD-s, përveç tjerë. Janë qytetarë shqiptar. Kryeministri nuk zgjedh njerëz që zgjedhin opozitën, as nuk zgjedh opozitën. As nuk zgjedh qytetarë shqiptar. Unë them që kryeministri ka detyrë dhe ka përgjegjësi të jap llogari që me transparencë ka konceptin e shpirtit publik. Nuk ka shpirt publik as qeveria, as opozita. Nuk japin llogari dhe mendojnë që politika është një gjë që i takon vetëm atyre dhe kur vin ku ta japë shpirtin publik kur ato publiket që janë media shoqëria civile janë të blerë edhe të vinë me kërku tenderin edhe thonë hiq këtën dhe atë më jep lejen e ndërtimit tu si domethënë ato vetë kanë të drejtën me usill si njëri. Ti bën zgjedhje dhe mungon dialogu. A mendon që opozita është e dobët? Shko marr mund atje.